Nuk ka sinjale për qetësimin e atmosferës brenda koalicionit Vlen. Situata arriti në nivelin që të shtrohet çështja nëse kreu i ASH Arben Taravari duhet të largohet nga qeveria. Bilal Kasami, partneri deritanishëm i koalicionit ku ishte edhe Taravari, thot se kur kanë hyrë në qeveri si koalicioni Vlen, kishin marrëveshje me kryeministrin, gjë që duhet të rishqyrtohet tani, për shkak se duhet biseduar në cilin format duhet të vazhdojë qeveria. Sigurisht që në rrethanat e reja të krijuara ne do të kërkojmë nga kryeministri të rishqyrtojmë marrëveshjen si koalicion. Tash pjesa tjetër mbetet të diskutohet se si do të vazhdojë më tutje, më thon, formati i qeverisë. Por ne sigurisht që si Vlen do të kërkojmë që të ulemi të bisedojmë edhe një herë për pozicionet tona në qeveri. Për largimin eventual nga qeveria, Taravari këto ditë tha se as pak nuk mendon për këtë. Ky do të jetë opsion nëse kështu vendos kryeministri, tha ai. Shihni, aty vendos kryeministri. Që besoj se ai që e formon qeverinë është kryeministri. Nëse vendos, s'kemi asnjë problemi, po në parim me kryeministrin tash kemi raportet shkëlqyeshme. Me planirane бидејќи во владата има повеќе партии, една од нив е и Алијанса за албанците, така да не гледам дека ова е причина за излегување од владата. Për ndodhit brenda partnerit të koalicionit në qeveri Vlen, debaton edhe kryesia e Znamit. Kanë konstatuar se kjo është çështje e tyre e brendshme, por edhe se nuk është kërcënim për shumicën qeveritare. Megjithatë, për ta është e papranueshme dikush të jetë pjesë e qeverisë dhe njëkohësisht të negociojë me BDI-n, duke aluduar në deklaratën e Taravarit për kontaktet me partinë e Ahmetit. Por ai sugjerojnë kryeministrit Mickovski të kërkojë dorëheqje nga Taravari. Секој кој што соработува за отворени и затворени врати со нереформираниот ДУИ, за движењето Знам е неприфатлив да биде составен дел од партнерството во кое што учествува Знам. Ставот е дефиниран уште во мај месец, односно јуни месец минатата година. Не е прашање на наша надлежност да побараме оставка од било кој министр. Тоа е прашање на премиерот. Pas përplasjeve në Vlen, sipas Kasamit nuk ka elemente për zgjedhje të parakohshme parlamentare, sepse siç theksoi, shumica parlamentare është shumë e qëndrueshme dhe shtoi se ka individ por edhe subjekte të opozitës që janë të gatshme që t'i bashkangjiten pushtetit.